Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Profesor, ju keni thënë që Ergyll Sagasi nuk është arratisur, por është këtu në Tiranë. Sot zoti Berisha ka publikuar disa foto që tregojnë se zoti Agasi lëviz me makinë së bashku me eskortën e kryeministrit. Profesor, në këto kushte si mundet SPAK të arrestoj zotin Agasi kur ai mbrohet nga kryeministri? Mirëmbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, ja pra ditë të shkojnë çdo ditë, ju kërkoni arrestime. Ka vajtur aty ku s'ban me. Gazetarja më pyet për atë djalin e ri, Agastrin, dhe thot që ka thënë Berisha me shok. Ata janë të një kategorie, si Berisha, Agastri edhe Edi Rama. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar se Agastri s'ka ku vete. A ishtu në Shqipëri. Dhe Edi Rama nuk e mbrojt dot, si pas të thënave të zonjës gazetare. Edi Rama nuk mbron më dot vete sepse ka arritur në atë gjendje që për 13 vjet, këto janë 35 vjet, po 13 vjet, Edi Rama së bashku me PD-n, pavarësisht se nuk kanë qenë, çfarë nuk i kanë bërë shqiptarëve. Shqiptarët s'kan bukë të hanë, ta kanë vila me qindra. Shqiptarët nuk vjen dot në plazh se s'kan të hanë një domate, ta shkojnë me motoskaf, me vapor që bëjnë nga $10 milion. Pra dashur shqiptar, a e pat me sy tuaj që SPAK-u është i Amerikës, është për shpëtimin tuaj, po i nxjerr që thot 300 pa të janë 900 vila, pallate. Bani me si thoshim në kohën e regjimit bolshevik, u bëj një pallat në këtë lagje. Do me thënë pallat mund të ketë 3 kate, hyrjet e dynjas. Këto janë të dashur bashkëtar. Pra, gazetare, jo Edi Rama, por nuk e mbron dot me edhe Zoti, sepse kanë arritur në atë gjendje që i kanë lënë shqiptarët pa bukë, pa ujë, dhe këta alfabetët, anti-shqiptarët, kalamajt, kishin në dorë shqiptarët, kishin në dorë qa nuk vodh, i përzien tokat, ja dhanë tjetrit, u ipnin tuhajve, qëfar të donë të qefi, këta i kanë parat me metrokup. Pra këta nuk kanë më kuvel. Viti i ri, i ze shqiptarët, shpëtuan nga këta. Kurse viti i ri për këta dohet një hidhërim, një zi i papar në Shqipëri. Profesor, Ergyll Sagasi në zyrën e tij kishte vendosur një kamerë të fshetë. Nga hetimet e SPAK, regjistrimet e kësaj kamere hedhin dritë mbi skandalin e Teams. Profesor, a ishit ju në dini që sistemi informativ shtetëror kishte rënë në dorë të një grupi të vogël individësh? Ju e keni në fjalën për shikun. Të dashur shqiptar, sa bukur ja ka vënë emri shiku, tamam shi. Llumi që janë në shik, se keni parë, marë rrogë të paparë. Shiku të dashur bashkëdhetar shqiptar, është shiku i shiut. A se pyet kur kush i shiku. U kam thënë, këtu është FBI-ja, këtu është SPAK-u, që i keni vënë emri byroja kombëtare, shumë shpejt do quhet FBI-ja shqiptare. Pra, shiku, ata që janë në shik të dashur shqiptar kanë qenë të shumtit spiuna. E kanë fjalën spiuna që ka futur njerëz për burg. Po janë dhe ata të vjetit që kanë qenë në Ministrinë të Brendshme. Në atë shik, siç thash, kanë sjellë dhe një grua, nga Kosova bëri demi, e solli Edi Rama, spyeti njeri e beri drejtor të shikut. Pra, gazetare, shiku na se pyet njeri, shiku që nga themelet do pastrohet, atë ditë që ne kalojmë në zyra të reja, për t'i shërber kombit, ai nuk do ekzistoj me ai shik. Sepse ai shik ka qenë bashkëpunëtor i serbëve, është dhe sot që flasim në këtë minutë, ai shik ka bërë shumë deme Shqipërisë. Profesor, kreu i ri i SPAK, Lodian Braho, në një intervistë për BIRN, u zotua për një qasje të ashpër kundër krimit të organizuar.
A i garantoi shqiptarët se askush nuk është mbi ligjin. Profesor, a ka ardhur momenti që shqiptarët të shikojnë me sytë e tyre atë që ju keni muaj që e thoni? Këta janë të gjithë për arrestim. Citoj fjalën tuaj. Shqiptarët e mi vërtet jeni të mërzitur, keni vite, vërtet kohët e fundit disa 1% nuk kam besuar se Amerika ishte, si i themi fjalën e këmbkryq në tokën e Shqiponjave për të mbrojtur ju, për të mbrojtur shqiptarët, për të ndryshuar sistemin, për të dhënë shqiptarëve atë që ua kanë marrë për 82 vjetë. U shoh këtë foton, kjo foto është e vjetër, nuk e di nga e keni gjetur. Kjo foto është që kur ka qenë kryetari i SPAK-ut, Domani, dhe ky është që është bërë tani. A i shihni këtë dashur bashkëdhetar, të gjithë janë të qeshur, ky është i menduar. Ky është e kryetari i SPAK-ut. Ky është fytyrë e tij që ka qenë në kohën e komunizmit. Si thot Berisha, ka qenë jetues. Po Berisha e ka dhënë këtë. A mo Berisha, po ti e vure këtë. Ti e ke vënë e ke bërë prokuror. Ka qenë në Shkodër. Ky ka vilat në Shqipëri. Ky do arrestohet. Unë kam thënë gjithmonë, dashur shqiptar, që 4 veta nga SPAK-u do arrestohen, po kaluan 6. Pra, e kam fjalën në karriket kryesore është Domani, pas Domanit është ky që u bë. Tani, ky do ve në këtë karrike dhe ky tjetri do ve po të njëjtën karrike. Unë kam thënë të dashur shqiptar që Domani do arrestoj. Të gjithë. Ata e kam fjalën kryesore. Do arrestoj për arsye se ai është betuar në Amerikë. E ka ardhur në Amerikë të dashur shqiptar, është betuar e do arrestoj që të gjitha kryesorë, së bashku me kryetar e ri. Ai do arrestoj, nuk do lerë, Berishën është gati, pavarësisht se djali i Berishës është jashtë Shqipërisë. Po do vi këtu. Do hapi llogari për Gërdecin. Do hapi llogari për çamtën që transportonte para. Do hapi llogari për restorantat që kanë në Tiranë, jo 1, jo 2. Për pallatet që kanë në Tiranë, për pallatet që ka kudo, për tokat që ka zënë ai mbaniment një fazliq që Berisha tha kur ishte kryeminist, unë do të sjell dhe në parlament. Mori gjysmën e Bregdetit. Ai ishte në burg sot. Pra dashur shqiptar, vërtet u vran, vërtet u coptuan, por aman, do t'i shihni, juve nuk e mbesonit kur thoshim ne, sepse juve donit të arrestoshin urgjent, po ishte puna aq e koklavitur, sa Kelepeja nuk donte, do me thënë ata të Kelepes, që marrën urdhë SPAK-u nga Kelepeja, ata i vumë në vi, që për ndryshe do hapim dosjet e tyre. A ere kemi problem, si shtash, me gjykatën e kushtetute. Dhe gjykata kushtetute nuk ka më kuvete. Pra, gazetare, unë i shoh të gjithë janë në SPAK ta, janë gati 19 veta, edhe fotografia, fotoa tregon fytyrat e tyre, të menduar, shëgon e atë që e bëra ish kryetari, ja harrova që është e vërteta emrin, ish kryetari i SPAK-ut, që e nxjerr Berisha që thot është spiuni i serbëve, është spiuni i Ministrisë Brendshme, ishte ministres, ka bërdeme, ka dënuar njerëzit, por Berisha e ka vënë. Jo Edi Rama, e ka vënë Berisha. Pra, gazetare, deri më datën 31 nuk do ngelet pa arrestuar, të gjitha do arrestohen. Profesor, BE ka filluar lëvizjet kundër Ramës dhe Ballukut. Duke i kërkuar SPAK-ut të godasi më lart, a mund të na thoni çfarë rrezikon zoti Rama nga BE? Shqiptarët e mi, ju e dini që BE-ja mos qoftë kur që na ka dëmtuar me shekull,
To 27 shtete që janë bë, kanë vjedhur shumë në tokën e Shqipërisë. Si e panë që u filluan arrestimet para 2 jave, në ata kryesorë që vinin këtu, vinin pa brek, edhe mbushin çantat me dollar dhe kalonin në Vlorë, hynin në ujër dhe i priste vapori më poshtë. E panë tash që s'kan ku vend, do vinë në gjyq këtu në tokën e Shqipërisë, për vjedhjet që kanë bërë, sidomos ambasadorët e BES të Bashkimit të Evropës, si Soreka me shok, a e mbani mend Soreka dashur shqiptar kur erdhi në Shqipëri, një cigan, i dopt, si themi në shqiptar, kockë lëkur, u fri këtu, a e mbani mend në kohën e Enverit ata që blinin kaposh deti e ushqeni pak me bukë edhe fryshe beshe si katec. Ja pra, ai cigani i Napolit erdhi këtu, u fry, mori miliona e miliona dollar. Dilte çdo ditë në televizor me Berishën, me Nanon, me Edin, me Ilirin, gazetarët pas, si që rrin pas Berishës edhe Edi Ramës janë të tyre, u bë si governor. Iku me 100 palë kostume, iku duke vjedhur, se ka qenë dhe ambasadori i Italisë, bas ambasadorit ka qenë 2 herë ambasador i Bashkimit të Evropës, vodhi 2 janë. Erdhi një tjetër, një kokuqe, edhe ajo ka dhe një vilë këtu. Pra, u kam thënë dashur shqiptar, Amerika, jemi ne, unë u kam thënë, u bë pajat që me të thënë, unë jam shqiptar, mi për mi, me mira vjetë, po unë jam dhe Amerikan, dhe jam i betuar, unë nuk kam thënë kot që këto 2 flamurët, ky flamuri tim është me shekuj i pari në botë, dhe ky flamur ka 300 ca vjetë. Por, këto 2 flamurë do kryqëzohen në tokën e Shqipërisë, që nuk do të preki me kur njëri tokën e Shqiponja. Ky flamur do t'jetë në zyrën time gjithmonë, është në zemrën time këtu, sepse këto 2 flamuri shqiptar është me gjak i kuq, me shqiponjë të zezë e dërmuar, e më tepër shqiponjë e zezë është dërmuar 82 vjetë nga Shqipfolësit. Nga Shqipfolësit që i mirnin nga Serbia, i bënin qas nuk bën mbret, princa, arritën më në fund, bën komunizmin, iku komunizmi, erdhë bolshevikët fëmijët e tyre. Pra, dashur shqiptar, erdhi koha e lirë. Erdhi koha e shpëtimit, por me qëse gazetarja ka nxjerrë këtu 2 fytyra që shoh 3 fytyra, kryetar e ri të prokurorisë, shoh aty Agaçin, djalin e ri, shoh dhe zëvendës kryeministrin dhe Edi Ramën. Unë thash dashur shqiptar, edhe shoh markën e FBI-s të Amerikës. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar që këta nuk kanë rrugë ku vjen me. Kur FBI amerikane është në Shqiponjat, në tokën tonë, e kanë fjalën, kur themi në Shqiponjat, themi në Tiranin, themi në Maqedoni, themi në Kosovë e në Malzi. Themi edhe në tokën e grabitur të Çamërisë, që ne s'mund të harrojmë kurrë, nga Çamëria deri në ullisht e Vlorës, duke ecur vëllezërit tonë në Çam, duke qarë gratë me thikë për të nxjerrë foshnjat që i kishin në stomak. E njëjta ndodhi në 99-ën, kur Kosova hyri Serbia, Amerika duke goditur, UÇK-ja në ndihmë të Amerikës, UÇK-ja luftovi për të mbrojtur shtëpinë e vet. Kurse në Hagë është në të kundërt. Ka thritur ata që luftuan për të mbrojtur tokën, shtëpinë e tyre, atje në vend të këtyre që do jenë të lirë, në vend këtyre duhet ishin sërbët, përvrasit. Unë një pyetje i kam bërë kohë dhe po e themi këtu, ju, të Hagës,
Një pyetje kam. Nëse ju do të vide në shtëpi tuaj me armë në oborrin tuaj, çfarë do bënit? Do t'i binit. Ashtu është e njëjta, po do arrini dhe ju të agës gjyqtarët se nuk u lem, u ndjekim minuta minutën, kush u paguan? Nga serbët? Kush u paguan një zonjë që ishte prekurore? Që i mori 4-5 personat që janë patriotët e kombit shqiptar, se kur them patriotët, Amerika vajti për të çiruar dhe gjau të njëjtin si çamrit kur esin deri në ullishtet e Vlorës, kurse kosovarët që nga vendi i tyre, shtëpitë e tyre, deri në Tropoj, duke vrarë në Dëbor, duke vdekur fëmijët e vegjël nga të ftohtit. Pra do vi koha ju të agës, do hipnin llogarisë në kohën e Hitlerit, që kudo që t'jini, kur të bëhet Shqipëria me kufi natyror, ne do të sjellëm në tokën e Shqipërisë të hipni llogari që çikini bërë patriotëve të UÇK-s, që ata mbronin shtëpitë, ata nuk vajtën në serbët. Do vi koha shumë shpejt që ne do vëmë deri në Beograd. Po serbët erdhën në tokën e tyre, në shtëpitë e tyre, që janë dhe sot të dëmtuara. Sa kosovar, fëmijë, gra, pleq i keni futur të gjallë. Dhe ju bërtisni e beni amo e hagë. Kur të bëhet qeveria shumë shpejt, do të shihni kush është Shqipëria. Do të shihni patriotët e Shqipërisë. Do të shihni ministrat dhe ambasadorët që dojnë në tërë botën. Do të jenë patriotët e Shqipërisë, dojnë shërbëtorët e kombit. Dhe ju ku do vini? Nga i do mani, me çan do mani? Me Serbin? Me Francën, që do eliminohet? Me këtë do mani? Pra, Amerika është këtu. Pra, s'kini ku vini me. Erdhi koha e Shqipërisë me kufi natyror. Prandaj, gazetare, unë s'kam që bëj që shqiptarët i donin të arrestoni këta urgjent, këta janë ca mizakali, ca ignorant, e marë tjetrën nga Greqia, duke rojtur kalamajt e grekve, duke punuar, nuk është keq se punon, puna është nder, po që ta marrësh e ta shpjesh zvenc kryeministre, e të vjedhi 900 apartamente, e të ketë vapor personale, edhe familje e saj, baba, motrat, kushrinët e saj, të zaptojnë Tiranën e Shqipërinë me dyqane ushqimore, që ose ishte parë do njerë. Po ju s'keni parë ja akoma dashur shqiptar. Unë u kam thënë që janë 11 bilion dolar, po jo, të dhenat që ka marrë të sakta, kaluan 30 bilion dolar, që janë koka mëdhenj, që i kam pakuar, kam frikë mos janë bërmykur. Ato do t'i kini ju dashur shqiptar. Ato apartamentje që përmendën, nuk janë vetëm ato. Edhe një pastruse ku punon në Edi Rama, kursa vilak. Pastrusja. Lere zvenc ministra, zere një ministri, vetë ministria, i kam të gjitha të dhenat, emër me emër, vetë ministria e zvenc kryeministres ka 300 veta. Duken 150, 150 nuk duken. Marrën para, po këta këlysha që shini në foto. Marrën para për njerëzit që kanë vdekur, kanë emrat e tyre. Unë kam parë babën tim që ka vdekur në Amerikë, para 5 vjetë baba im pas ka votuar në Pogradec. I gjeta listën. Ka pra, baba im ka vite që ka vdekur, 20 vjetë në Amerikë, baba im pas ka votuar në Pogradec. A pra, do api llogari për gjërat që i kanë bërë këti kombi, po erdhi fundi. Erdhi dita e fundit që ju shqiptarët, ata shqiptarë parazit që rrinë në për kafene, që zhumgjitën lartë e poshtë, që mbrojnë këto dy partit,
A e pa të dashur bashkëdetar shqiptar demonstrata që u bëu $1 më 2,5? A e pa si ishte bërë kopjo? Dhe Berisha ishën natën, pa drita, me telefone. Kurse Matan ishën telefone. Ajo ishte demonstrata e 5 vite më parë. E pat me satelit që i kemi dërguar, sa ishën? Aty ishin 1.300 polica të veshur dhe 1.200 civila të policisë, të përzjerë, të jashëm, të brendshëm që shikoni. Vetëm ata, gati 3.000 veta. Pra, pse Berisha iku dhe tha fjalën mundet të dukemi përsëri, që e di dove brenda. Pra, gazetare u bë bajate për këto fytyra që nxjerrën këtu, për Edi Ramën, pra djalin e ri që kontrollonte tërë tokën e Shqipërisë, tërë bankat e Shqipërisë, tërë televizorit e Shqipërisë, dolën shampanjët e verat nga $100.000, por nuk është e vërtet dashur shqiptar. Ato zbena $10, po e di pse është? Për të pastruar parat. Përsëri këta mizat e kalit që quajtur deputet, ish deputet të Berishës, ministrat e Berishës, inklud Berishën. Vinin pinin ndonjë verë, i thoshin ja ku i ke. Për pastrim parash, po s'ka në botë 1 milion, si që thanë një verë, turk për botët. Këto në mashtrime. Por aman nga ana tjetër, do api llogari. Ku ishte ajo vera 1 milion? Ku nga e keni sjell nga Serbia? Me çfarë ka qenë ajo? Edhe Florit ishte e tëra, nuk kushton. Pra këto janë pallavra, po parat e tyre ne do t'u japim shqiptarëve dhe këta deri në datën 31 përfundojnë arrestimet e këtyre rrugaçëve. Profesor, ju keni thënë që zonja Balluku do të arrestohet në flagrancë. Dhe s'pak e nxori sot. Si do të ndodhë kjo kur vendi nuk i ka hequr imunitetin? Ju e keni parë që thotë Spaku do arrestohet flagrancë? Ju e keni thënë që zonja Balluku do të arrestohet në flagrancë. Dhe s'pak e nxori sot. Tash ta kuptojnë në shqiptarët. S'pak e nxori sot. Të dashur shqiptarë, unë kam thënë që jo vetëm Balluku, po do arrestohen flagrancë Berisha, sepse Spaku ka një kushtetut si Amerika. Dhe gjithë arrestimet që bëhen dashur shqiptar, i bën byroja kombëtare, që nesër do quhet FBI shqiptare. Në byron kombëtare tini të qartë, ka ekonomist, ka dhe jurist, ka djemë shumë të mirë shqiptar, por të huaj janë shumë Amerikanë. Ish shqiptar, të lindur në Amerikë, janë e disa që kanë lindur në Shqipëri. Dhe kushtetuta amerikane është mbledh çfarë ka bërë, financën, dhe kur i arreston, ka mbaruar çdo gjë. Pra, unë i thash edhe Spaku dije dhe pardije, që arrestojni flagrancë. Çdo të thotë flagrancë dashur shqiptar. Këta praher pas kanë imunitet, po u mlodh, thonë kemi imunitet, u mlodh 5-5, 5-4, me gjithë Peleshin u bën 5-5, e turpruan prokurorit që ishin aty, do me thënë të Spakut, ikën nga karrikja, filluan dallaveret, dhe me gjoja flisin njëri me tjetrin, su muan vesh, ikën. Flagrancë do të thotë dashur shqiptar, kur njeri e zet duke vjedhur. Po çfarë do më? Spaku 1% ka thënë atje. Në televizor që e vunë në kompjuter. 1%. Tha që 300 shtëpi, 300 apartamente. A herë, këtu shqiptarë s'kanë një dhomë të flenë, po flenë jashtë. Shqiptarët kur atë tërmeti, akoma dhe sot janë me ambrella, në tërë Shqipërinë. Gjithë parat që erdhë nga Evropa, nga Turqia, dha shumë para. Ku janë? Ja pra ato me metro kup që i kanë të fshehura, në për tunele, në për magazina, në për muret e shtëpisë, në baqa, dën pemët. Ja pra, i vodhë,
Ja pra i Peleshi, që do arrestohet shumë shpejt, që thot jam kryetari i parlamentit, i kuvendit, ka qenë ministri bujqësisë, kudo. A i ka vjedh kret Devolli, kret Kolonjë, kret edhe deri në Podgori e ka vajtur, ka vjedhur, dhe su ka dhenë para shtëpive, dhe sot i ka të rrëzuara. Do japin llogari të gjithë, edhe ai që ishte zvenc kryeministri, pinte shampanjë, $5.000, do t'u vi këtu, e kemi në Zvicër. Këtu do t'u vi. Se ka vjedhur më keq se këta, njëso janë. Pra, gazetare unë kam thënë dhe të gjithë do arrestohen, edhe Berisha do arrestohet flagrans, ai që bëri atë bombë që hodhi në Gërdec, Fatmir Mediu, flagrans, djali Berishës flagrans, të gjitha do arrestohen, Ndoka u ka vajtur për arrest, Sheu, dritan Sheu, nuk janë pak këta më dashur shqiptar. Këta janë për 35 vjetë që kanë qenë ministra, që kanë qenë zvenc ministra, që kanë qenë drejtorët e porteve të kufirëve, atje pastroshin para. Kjo që është ministre e jashtme, Gjaçka, se ka Gjaçka, se ka Spiropali, qanë nuk ka vjedhur të dashur shqiptar. Ajo ishte me një fustan me arne, arriti ka marrë miliona $, arriti e bën deputete, nga deputetja kryetare parlamenti, nga kryetare parlamenti ministre jashtme, por do përfundoj shumë keq. Pra, këtu nuk është një për të arrestuar dashur shqiptar. Mja foltë dhe thoni, e duam Berishën, e duam Edi Ramën. Ata janë të arrestuar dashur shqiptar. Nuk dalën me dot jashtë. Por, çdo gjë ka radhë. Pra, të gjitha do arrestohen, flagrans, si që thash, pa marësisht e dashur shqiptar, mos gjoni me televizorit. Të gjithë televizorit kanë dalë në shesh kryetarët e rinj, kanë dalë në shesh të quajtur avokat, të quajtur analist që s'janë, të quajtur gazetar të emruar, dhe fillojnë që do bëhet që s'din gjë hiç, edhe mbrëmje janë arrestuar një numër shumë i madh. Asnjë se di. Edhe sot kanë vajtur shumë njerëz në SPAK që nuk i din gazetar. Pra çdo gjë nuk dihet më. Siç u thash, në Shqipëri do të rënditet e një zonjë shtatzane nga krimet që do shohin në tokën e Shqipërisë. Ua kam thënë atë seriozisht që kombet në tokën e Shqipërisë do bëhet gjyq popullor. Edhe shkrimet që shkruajnë njerëzit me mira e me mira që kemi klikime, kaluan 9 milion në YouTube, kaluan 2-13 milion në TikTok, si i kanë emrat këto, të gjithë thonë, duam të bëhet gjyq popullor. Po, do të bëni ju gjyq popullor. Ne vërtet do shkojmë në qeveri, në zyrat e reja, jo në të këtyre që do dëlyen me aqit, nga erën që kanë vjedhur, nga gjaku që kanë derdhur, derdhe gjaku në 21 janar, dashur shqiptar. Derdhe gjak në Gërdec, në fëmijët që s'kishin ngrënë bukë. Vdiqën pa bukë e pa ujë. Edhe eshtrat e tyre nuk dihet nga hollë. Edhe shtëpitë që u dëmtuan nuk i paguan. Çfarë s'kanë bërë këta dashur shqiptar? Komunizmi vrau patriotët më të mirë. Verin, Mishditën, Kuksin, Dibrën, që në Lezhë, unë e quaj patriot, që në Lezhë dhe deri në kufi me Beogradin, me Kosovë, kanë qenë patriotit që kanë luftuar me shekull e me shekull me Sërbët. Dhe emrat e tyre akoma nuk i din. Dhe eshtrat e tyre akoma nuk gjejnë karar, që janë vrarë si me shpat dhe me armë. Akoma nuk gjejnë stërnipat e tyre. Po unë u them stërnipave të tyre të veriut. Zgjoni pra. U erdhi dita e uaj. U thoni plirave, largoni nga karrikjat se na takon ne.
u takon ju patriotët, mjaft me ignorantët, 82 vjet me rrugaçërin, me spiun të sërbëve. A i shini qarë kanë bërë kushtetutën 7501, kushtetutën që kanë darë vëllan me motrën. Vjen motra e martuar 50 vjet përpara, i kërkon të vëllaj të ndaj gjysmë dhe adhëm, qëllimisht për të vrarë, qëllimisht për të coptuar shqiptar. Kur një familje ka sherrë në familjen e vetë, ajo Shqipëria kështë mbaruar. Kjo është që ne do bim demonstratën paqësore, që do vinë nga të gjithë Shqipëria. Kur them nga të gjithë Shqipëria, nga kufi natyror. Do vinë të gjithë, përsëri me një qirin në dorë, përsëri që të takohet vëllai me motrën, të vinë nga Italia, nga Greqia, nga Evropa, nga Amerika, e ti thot vëllai, më falë, e vëllai ti thot motrës, ti le me janë, babaj ti thot djalit, ti lem ato që kemi bërë, ti thot fshataj, lagjes, na falë që kemi bërë, kur të kemi bashkimin bashk, a here sërbët, francezë, grekët, e kam fjallën për qeverin greke, që grekët atje janë tonit Arvanitos. Ne kemi arritur bashkëdhetar shqiptar dhe në Turqi, të quajtur Turqi. Kemi 10 milion shqiptar, sidomos 85% janë nga Kosova, në kohën e Titos, plas gati 80-90 vjet. Janë tregtar, unë po them të më dëgjoni me vëmendje, ne kemi në Afganistan, ne kemi në Indi, në Pakistan kemi shumë shqiptar. Kemi shqiptar që në kohën e Aleksandrit të Madh, ngel u martuan, i kam parë vetë fshatrat, janë shqiptar, me zakonet e vjetra që dikur, martesën e bëjnë si dikur, edhe sot, unë po i lajmëroj, ditën që ne shkojmë në zyra për t'i shërber kombit, ne jemi shërbëtorë, do t'jenë në shtetë së gjithë. Kanë të drejtë të vinë, të hapën tregti, le të rinë dhe aty ku janë, po të vinë këtu të hapën tregti. Ta bëjmë të njëjtën se kur ra muri Berlinit, t'jini të qartë, kur ra muri Berlinit, parën muri Berlinit, po të hypje në murt, se ishe shumë i gjerë, po të shinje më të djathtë, do me thënë ishën komunistët rusë që e këshën marë gjysmën e Berlinit, i shinje me pantalona të arnuara. Kurse këte shinje me viturra të pasur, por a ditë që ra muri Berlinit, unë ngriti populli që ishte i pasur, e pasurovi me njerë brënda muaj, dhe u tha tokën që a kanë zërë rusët, kini kaq milion dolar, kurse në tokën e Shqipërisë. Hyri sherri, 7501, fillovi grindje, vëllaj me vëllan, me botrën, me komshin, me lagjen. Iknin fëmijën nga sytë kem, se kishin sherrë me të motrën, me baban, futën helmin, bërna më shpi. Sa familje janë darë në tokën e Shqipërisë? Me qindra. Sa familje janë darë në Itali, në Greqi, në Francë, në Ingliterë? Me qindra. Se spionazhi u ka vajtur që t'i ndaj familjet. Po në këte do bej, bas vitit të ri, do të shpallë. Edhe u këtu do nuk kik. Këtu jam unë natë të ditë, deri sa të përfundoj arestimet dhe deri sa të kalojmë në qevrin që ne kemi krijuar, dhe unë po flasë edhe sot, daq të vi mirë, daq të vi keq, mua aq më bën, unë jam kryeministri i Shqipërisë me kufit natyrore. Dhe mbas 3 muaj, me zgjedhjen tuaj, do të bëhet me president, me 13 ministra, me 3 drejtor, me kërkoj njerëz që janë ambasador, pra ne jemi. Edhe unë i bi përsëri ftesë patriotëve, nipërve, strënipërve, e janë i se erdi koha juaj. Erdi se erdi koha juaj, ti përzejnë plirat, se bjen erë sërbë, bjen erë anti-shqiptar, shqipfolës, që u kanë vjedhur.
Pra, gazetare, këto fytyra që sheh këtu, interesant, u shoh dhe jurist që është bërë edhe avokati, Fyzotnia këtu është bërë dhe avokati i lirit. Ka një 2 javë. Të dëgjosh këtë, o Zot në ruaj. Skur ky di ligjet, e shan Spakun, shan Amerikën, pra e shoh këtë fytyrë që del për ditë. Si që thash, të dashur shqiptar, këtu nuk do arrestoj vetëm politikanë. Këtu janë 85 të quajtur analistë dhe gazetarë, që janë për televizor, rangu, ylli, Rakipit, i Pushatit. Rangu i të gjithëve këtyre që flasën në televizor. Una kam gjerë para ca kohë ku ngjishin në përshkallën në Beograd. Janë të tërë agjentë, të tërë pa shkollë, po janë bërë vetë, 2 partit i bën analistë, do arrestohet dhe ata. Nuk do ngelet njëri, 3%, nuk do ketë benve të burë. Në qoftë se ju, babalarët, prindrit, që kini fëmijët në burg në tokën e Shqipërisë, do lirohen të gjithë. Dhe do hynë këta se nuk kemi vend. Pavarësisht se është bërë burgu i ri në Shkodër, por nuk ka vend. Ai do arrestohen. Dhe do t'i shihni, po e them fjalën e fundit, do t'i shihni dashur shqiptar kur të rrihen në pushim, t'i shihni ju. Çfarë fytyre janë. Pra, s'do ngelet gazetare pa arrestuar asnjë. Profesor, jemi në prag festash. A ke ndonjë mesazh për ndjekësit tanë? Unë ju uroj të gjithë Krishtlindjet, katolikëve, krishterëve, kudo që janë në tokën e Shqipërisë dhe jashtë adheut tonë në Bërgim, që presin një ditë bardhë, gëzoni Krishtlindjet dhe shumë shpejt ti në tokën e Shqipërisë. Po ashtu, unë uroj shqiptarët, po unë jam për ditë, prap do t'u them nesër e pas nesër, unë jam këtu, uroj për vitin e ri, 2026, do të zeri një vit i ri për gjithë shqiptarët. Një vit i ri që do tjetë me Shqipëri me kufi natyrore. Pra, dashur shqiptarë, këtu është hapur për mua që unë do largohem këto ditë, jo, unë jam këtu. Unë jam këtu gjersa të përvojnë arrestimet. Unë kam thënë, unë jam shërbëtori tuaj. Unë po bi sakrificë për jetën time. Më shumë, dikush mund të thotë, në kohën e bolshevikëve thoshin rroft partia është në ime. Por unë e kam vënë veten për të shpëtuar tokën e Amerikës dhe sot ka arritur të shpëtoj shqiptarët, atë që kanë ndeshur stërgjyshit tanë, stërgjyshit tuaj, kur them stërgjyshit tanë, mbar të Shqipërisë natyrore, erdhi koha, dilni vëllezër, shërbeni, do shpëtoni kombin e Shqipërisë, do jeni më të lumtur, viti 2026 do mbahet mend në histori, sepse do filloj numrat nga 0. Dikush nga ju po më thot, pse 0? 35 vjetë. Nuk do quhen që kanë qenë deputet, kryetar bashkie, ministra, zëvendësi ministra, presidenta, kryeministra, çdo gjë. Nuk do kenë as pension, lik do jenë në burg, do vdesën në përburgjet, do vdesën duke punuar, do t'i kenë këmbët 2 metro me zinxhir dhe 1 metro duart që të punojnë, edhe do t'u japën bukë një herë në ditë. Të shohin, të vdesin atje që kanë bërë juve. Erdhi koha e juaj, dashur shqiptar. Eni bëni sakrificë si që bëj unë. Të 13 ministrat që do jenë, ata janë shërbëtuarët tuaj. Deputet të rinj që do jenë, do t'jenë shërbëtuar të ati qyteti, të asaj lagje. Do bënë zgjedhje të reja që s'ka bërë vaki do njerë për 82 vjetë, nuk ka dalë shqiptari si në Amerikë të zgjedhi atë që dëshiron. Por ka dalë me imponim, me i thes miell. Është i detyruar se s'ka bukë të haj. Është i detyruar i biri vinte me pësen, i ati vinte me pëden.
e Besa e motra vite me Lecki. Kurse partitë e tjera që kanë nga njeri, që kanë dalë si kërpudhe të ditë që flasën në YouTube, ta së janë kërkush, të janë agentët. Pra, të dashur shqiptarë u erdhi kohë. Me ditësh, e di që s'keni bukë për vitëri. E di që s'keni një gotë ujë, jo një gotë verë, që se kini e se kini. Ju po habiteni që këta mizat e kalit pinë verë nga $5.000. Ju s'kini një ambrell, këta kanë makina të zeza. Pra të dashur shqiptar, e janë i sa më parë, kur të lajmërojmë, që ta bëjmë Shqipërinë e lule. Nuk flasë në gjuhën e komunistave që thoshin doham me Luk Floril. Po, doham me Luk Floril. Se vilat që janë, hotelet që janë, do t'jenë tuaja. Nuk do ketë këmbë të huaj. Unë kam parë disa sinigata që janë të qifutve. Ikni më përpara. Në tokën e Shqipërisë ka vetëm shqiptarë. Në tokën e Shqipërisë ka vetëm binë dhe stërnipat e Shqipërisë që janë të vrarë të gjakosur. Anë se ju do kujtoni në luftën e dytë botërore që u kemi mbajtur me bukë të Izraelit, që u kemi shpëtuar të vetëmi shtet në botë që i shpëtovi që i futën në kohën e luftës, janë shqiptarët. Por aman, ne nuk duam që të vini të na urdhoni, sepse ju nuk dini gjuhën tuaj. Unë i kam në Amerikë, i njoh të gjithë. U i them që fut në gjuhën shqipe të Izraelit. Edhe Izraeli po të vesh sot, nuk e duan kryeministrin e tyre, duan Tavarin, sepse i vravi. Sepse po të hap një historinë të dashur shqiptar, muslimanët, me të Izraelit, janë motra vëlla. Por, po t'i digjosh, nuk e duan luftën, por lufta bëhet gjithmonë, të dashur shqiptar, vetëm për të mbajtur, si që bën Berisha që gërtet, për të mbajtur familjen vetë. Po çdo gjë ka përfunduar. Natë e mirë, dashur shqiptar, miru pafshim, ditët në vijim, do jemi pranë jush, por do të shihni me sy tuaj, arrestimet do bëhen flagrancë, u uroje një herë Krishtlindjet, nga zemra, e di që s'kini të bëni as vezë, as këto gjëra si që kanë zakon, por duroni 2026 do t'jini të gëzuar, kurse ne shqiptarë që është e vërteta, po e them edhe këtë fjalë, jemi krishterë, katolik dhe musliman. Por ne shqiptarë jemi kjo feja e shtime. Fet tjera janë për qef, sa për të kaluar kohën, sa për të njojtur me njëri tjetri kur vjen për Bajram, kur vjen për Pashkët, për Krishtlindjet, të njihen, të ndezin një qiri, të luten Zotit. Kjo është, asgjë tjetër. Pra dashur shqiptar, natën e mirë, do shihemi përsëri, do jemi këtu, të shihemi tërë të arrestohen, dhe ju do jeni të gëzuar, Zoti është me ju, erdhi koha juaj. E jeni, bëni sakrificën e ju, si që bëjnë këta që unë i kam zgjedhur 13 ministra, kam zgjedhur 3 drejtori, e jeni sa më parë. Natën e miru pafshim sa më shpejt në televizorin të Veshpresë. Profesor, të falenderoj. Të dashur bashkëdhetar, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.